Personi i cili e qel iftarin herët duke mendu se ka ardhë koha iftarit. Han mirë e mirë, pastaj vin tjerë thotë çfarë bëret? S'ka ardhur akoma koha, s'ka ardhur akoma koha iftarit. Çfarë bëhet me këtë njeri? Ky duhet ta agjërojë ditë kaza. Sepse nuk mund të qelësh iftarin për të prishur, për të plotësuar agjërimin, vetëm se duke qenë i sigurt që ka mbaruar dita. Nëse nuk e i sigurt, pyet, prit, shiko, analizo e kështu me radhë. Ha se ka marrë, se s'ka problem, edhe shkon në han. Tjerë thonë, o vlla, s'ka marrë akoma. Ke edhe 20 minuta, ke edhe 10 minuta kështu me radhë, atëherë këtij i është prishur agjërimi. Përveç në rastet kur në kalendar shënohet ndoshta 4 minuta më mbrapa, dhe ai e ka ngrënë pikërisht në momentin që ka perënduar dielli, por më vonë shikon që kalendari ka 4 minuta më pas. Të quhet agjërimi? Të quhet. Përse? Sepse ti domethënë ke jekin, je i sigurt që vërtet, domethënë perëndoi dielli.